Vetëm 15 vjeç, por me aftësi të jashtëzakonshme në kompjuter dhe gjithashtu me njohuri për sistemet kibernetike të cilat ofrojnë sigurisht edhe masa shtesë të sigurisë. Ja ka arritur që me disa pajisje të thjeshta të bëjë lëmsh disa institucione në Vlorë, duke i nxjerrë ato edhe jashtë shërbimit, duke mos ofruar në këtë mënyrë edhe shërbim të qytetarët e Vlorës. Një rast i cili në Vlorë tregon fare mirë atë fakt që mosha nuk ka të bëj kur ke njohurit dhe përballë çdo njohurie mosha duke thjesht një numër. Për të ushtruar këtë veprimtari, 15 vjeçarit i kanë mjaftuar 5 laptop, të cilët i përdorte herë njëri dhe herë tjetrin në veprime të ndryshme kibernetike edhe për të humbur gjurmët. Nuk janë laptop të shtrenjtë dhe me parametra të jashtëzakonshëm, por normal, siç ata që i posetojnë gjithkush nga ne. Teksa në ato të cilat ka sekuestruar policia, janë vrejtur edhe disa telefona, 6 të tillë që përdoreshin nga 15 vjeçari me raste të ndryshme, ku secili prej tyre kishte funksion specifik. Nuk mund të mungonte i sekuestruar edhe një dron, një pajisje e cila të garanton survejimin e duhur. Në komunikatën zyrtare për media, policia ka bërë me dije se ka finalizuar operacionin The Accounter, ku është goditur një rast i ndërhyrjes së pa autorizuar në sistemet kompjuterike të disa institucioneve shtetërore. Është identifikuar pas një hetimi një mujor me metoda speciale dhe është vënë në hetim një mitur si autor i dyshuar i kësaj ngjarje. Hetimi ka nisur një muaj më parë, por ka gjithashtu dyshime se veprimtaria e 15 vjeçarit ka qenë edhe më hershme, por atëherë janë zbuluar për herë të parë gjurmët e sulmit kibernetik. Si rezultati i hetimeve, u dokumentua veprimtaria e kundralishme e një shtetasi të mitur 15 vjeç banues në Vlorë, i cili dyshohet se gjatë muajit mars 2025 ka ndërhyrë në mënyrë të paautorizuar në të dhënat kompjuterike të disa institucioneve shtetërore, emaile dhe faqe zyrtare, duke shkaktuar ndërprerjen e funksionimit të tyre për periudhë të saktuar kohore. Ndër të tjera, policia e Vlorës garanton se nga hetimet e deritanishme nuk janë rezultuar vjedhje të dhënave apo dokumenta konfidenciale nga këto sisteme, por edhe për këtë version të policisë ka sigurisht dyshime pasi rasti po hetohet në vazhdim për të konfirmuar zyrtarisht nëse ka patur ose jo vjedhje të dhënash. Gjatë operacionit janë sekuestruar pajisjet të cilat do t'i nështrohen ekzaminimeve të thelluara. Pritet rezultati këtyre ekzaminimeve për të arritur në një përfundim të saktë dhe për të bërë të mundur dokumentimin e plotë të kësaj ngjarje.